Projekti i ri i ujësjellësit në Vlorë ndodhet në një fazë të avancuar, ndërsa puna vjen çdo ditë me lidhjen e rrjetit në brendësi të lagjeve dhe zonave të qytetit. Drejtori i SHA Ujësjellës Vlorë, Klevis Kaso, ka theksuar se punimet pritet të vijojnë deri në nisjen e sezonit turistik për të ndërprerë më pas për shkak të fluksit të pushuesve. Aktualisht është duke punuar për lidhjen e nyjeve të rrjetit të ri të ujësjellësit me brendësitë e lagjeve, ndërsa paralelisht po punohet edhe për riasfaltimin e të gjitha segmenteve rrugore me qëllim lehtësimin e lëvizjes gjatë sezonit turistik. Projekti i ndërtimit të rrjetit të brendshëm tani më në qytetin e Vlorës është në një fazë të avancuar, ku çdo të martë lidhen nyjet me zonat e caktuara dhe ku përkon dhe me ndërprerjen e ujit të pijshëm për qytetarët dhe konsumatorët e qytetit të Vlorës. Jemi në fazën e avancuar sepse po punohet në mënyrë intensive çdo të martë, ndërkohë po punohet paralelisht dhe me asfaltimin e problematikave që ujësjellësi ka shkaktuar infrastrukturës së qytetit dhe deri në fillimin e sezonit turistik kjo fazë do të ketë përfunduar dhe do të jemi në fazën lehtësuese për sezonin turistik, duke mos operuar më në lidhjen e këtyre nyjeve në zonat turistike të qytetit dhe në një moment të dytë mbasi sezoni turistik të ketë përfunduar do të jemi përsëri operativ për të bërë të mundur që ky projekt të lidhet brenda fundit të vitit. Nuk e kemi një datë fikse, por po punohet që deri në datën 15 të arrihet maksimalisht një numër i lidhjes nyjeve me zonat e caktuara, por dhe asfaltimi që është diçka më lehtë për t'u arrirë se sa lidhja e nyjeve, do të jetë, besoj, shumë i arrirë që 90% e qytetit ose diçka dhe më tepër të jetë i ri asfaltuar për të ardhur në ndihmë infrastrukturës dhe lëvizjes së mjeteve në qytet. Kaso bëri të ditur se puna po vijon edhe në disa projekte të tjera të rëndësishme, ndërto përmendet furnizimin me ujë i lagjes Partizani si dhe i fshatit Bestrov, zona që kanë patur probleme në furnizimin me ujë. Një tjetër ndërhyrje e rëndësishme lidhet edhe me rrjetin e kanalizimeve të ujrave të zeza në zonën e plazhit të vjetër. Ndërkohë po punohet paralelisht edhe për një linjë të rëndësishme nga zona e Kalas në drejtim të Radhimës, ku ndodhet një numër i lartë strukturash turistike. Një tjetër ndërhyrje është duke zhvilluar edhe në fshatin Amunic, por njëkohësisht edhe në Himar. Intervista juaj përkon në ditën ose datën që unë bëj një muaj në krye të kësaj drejtorie dhe së bashku me inxhinierat, drejtuesat e degëve teknike dhe tregtare të ndërmarrjes kemi hapur disa fronte pune ku po operojmë në disa lagje të ndryshme për përmirësimin me ujë të pijshëm dhe përmirësimin e rrjetit të kanalizimeve të ujrave të zeza, ku një nga lagjet që po kemi filluar mbas një mungese shumë të theksuar të ujit viteve të fundit është lagja Partizani, një pjesë e skajshme asaj lagje ku banorët janë duke bërë lidhjet e reja ose duke bërë aktmarrëveshje me drejtorinë për pagesën e detyrimeve. Gjithashtu do të kthejmë ujin e pijshëm brenda këtyre ditëve në fshatin Bestrov, ku është një nga fshatrat po ashtu problematik si lagja që përmendëm. Jemi duke shtruar një linjë për ujin e pijshëm nga Kalaja deri në Radhim, ku do të përmirësoj shumë ndjeshëm furnizim me ujë të pijshëm të hotelerive dhe të gjitha strukturave ose njësive të biznesit që operojnë në këtë zonë. Gjithashtu jemi duke punuar dhe në fshatra të tjerë ose jemi duke marrë projektin e fshatit Amonic ku si pasojë e rishkitjeve të dherave dhe prishjes së kaptazhit që furnizonte fshati me ujë të pijshëm, do të implementohet një projekt i ri. Në Matogjin po ashtu jemi në këto kushte ku si pasojë e shkitjes së dherave ka pasur dëmtim rrjeti i furnizimit me ujë të pijshëm. Të gjitha jemi po ashtu në një proces përmirësimi të rrjetit të kanalizimeve në plazhin e vjetër ku të gjithë e dimë që numri i lartë i turistave për gjatë sezonit turistik bën një mbingarkesë të këtij rrjeti. Domethënë kapaciteti i drejtorisë tonë, forcat e shumta që drejtoria ka janë duke operuar mjaftueshëm në të gjitha zonat e qytetit për një përmirësim momental për qytetarët e Vlorës, por jo vetëm në qytetin e Vlorës, gjithashtu dhe në Himar jemi duke ndërmarrë faza ndërgjegjësimi dhe rifaturimi ose mbledhjes së detyrimeve nga subjektet për t'i ardhur atyre në një sezon më të mirë turistik. Kjo është një punë e ngritur tani më dhe një standard i vendosur nga drejtoria jonë për të mirë të konsumatorëve dhe klientëve që kjo shoqëri ka.
Projekti i ri i ujësjellësit është mjaft i rëndësishëm për qytetin e Vlorës dhe që ndodhet në një fazë të avancuar me synim për përmirësimin e ndjeshmën të furnizimit me ujë për banorët dhe zonat turistike.